Zëri nga sklavëria. Një djalosh I rëmbyer në Senegal bëhet sklav në Amerikë. Ai shkruan babait të tij një letër, të cilën dëshiroj t'ua lexoj juve. Babai im I dashur, Suleiman Diallo. Familja ime e dashur në Bundo. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Unë, Ajubo Suleiman Diallo, po ju shkruaj nga kjo tokë e huaj, ku jam sjell me forcë dhe padrejtësi, nga Amerika, ku ndodhem I rëmbyer dhe I rrëzuar, dhe zemra ime është e thyer për ju dhe për atë dheun tim. Baba, ti më porosite të dal për tregti në tregun Nan Kroli. U nisa dhe shkova në vendin e zakonshëm, aty ku ndalojnë anijet e perëndimorëve, aty ku tregu është I madh, pranë limanit bregdetar. Por duke u kthyer nga tregu, unë dhe Lamin Juasi u rrethuam nga disa kaçak afrikan. Në rëmbyen, në mbyllën në dhomat e errta, dhoma pa ajër dhe pa dritë. Në ruajtën flokët dhe më pas në shitën sikur të jemi sklev, te kapiteni I anijes që quheshte Pajk. Ai që edhe ti e njeh atë. Unë përpoqja ta bindja, I thash se unë nuk jam sklav, por jam shitës dhe tregtar, dhe se ka pasur tregti midis neve dhe midis atij. Ja përmenda edhe emrin tënd, baba, por ai nuk kuptoi, as nuk dëshironte të dëgjoj. Ania u nis dhe lundronte mbi ujë, kurse unë, o baba I dashur, po shkëputesha nga vendi im, dhe me të më shkëputeshin zemra dhe shpirti. Nuk dinim për ku po shkonim, nuk dija nëse do të shihja edhe një herë në botë, në këtë jetë. Mbërritëm në një tokë tjetër, pas 150 ose 160 faljesh ditore. Nuk e di nëse I kam numëruar sakt, sepse nuk e shihnim diellin. Ishim në bodrum të anijes, errësirë, lagështi dhe vetëm zëra të dëshpëruara. Baba, në çdo frymëmarrje unë lutesha, çdo orë, çdo ditë, çdo natë, thërisja vetëm Allahun dhe askën tjetër, o Zot në duart tua. Të tjerët bënin shaka me mua pse po lutesha. Por unë kisha bindje të fortë se Allahu nuk do të më braktis. Baba, ndoshta kjo letër nuk do të arrijë kurrë tek ti. Ndoshta as unë nuk do të kthehem më. Po dije, baba, shpirti im kurrë nuk shitet. Mbërritëm në një vend të quajtur Maryland. Më shitën te një bujk me emër Alexander Tolstoi. Ai para se gjithash më çoi në një zyrë, atje ku regjistroheshin skleverit, dhe aty u ndronin emrat. Mua më bagëzuan Simon, por unë reagova ashpër. Unë fola në gjuhën senegaleze dhe në atë arabisht. Unë e quhem Ajuba bin Suleiman Diallo, unë nuk jam Simon. Por ata nuk dëgjonin fare. Më regjistruan si Job ben Salamon. Bab, më detyruan të punoj në bujqësi, në fush, në mal, në bodrum dhe gjithçka e më keq. Por ti e di mirë si na ke rritur, ne ishim të shkathat në lexim, në letërsi, në shkencat islame dhe arabe, në mësim përmendsh të Kuranit, në organizimin e jetës qytetare dhe në tregti, por jo në fush dhe në mal, baba. Ajo më lodhte shumë, por edhe më shumë më raskapiti forma e trajtimit ndaj nesh, pa dinjitet, pa njerëzi, Zoti i madh. Ti e di se si na ke edukuar, ti je nga imamët e mëdhej të mëdhebit Maliki dhe njëri prej dietarëve të mëdhej të vendit dhe pasaniku më I madh në Bundu, o baba. Këta nuk e din këtë. Prej ditës kur linda, më 1701, deri më 27 shkurt të vitit 1731 kur më rëmbyen, unë kur nuk kam përjetuar kështu torturash dhe dënimesh. Baba,
Pronari im e kuptoi shpejt se unë nuk isha si sklevrit të tjerë. Ata ishin të fortë dhe me muskuj, ndërsa unë isha i dobët por i aftë. Kështu që më caktoi një detyrë tjetër, më nisi në blegtori. U kujdesa për kuajt dhe lopët e tij. Kjo punë ishte paksa më e lehtë. Ma zbuti vajin tim të çdo nate. Dilja në natyrë me kuajt, ata kullosnin dhe unë falesha. Ashtu si kur na ke mësuar ti, baba, e lexoja Kur'anin me zë të lartë, me gjitha rregullat e drejt leximit. Natyrisht përmendsh, baba, sepse këtu nuk ka asnjë libër të Kur'anit dhe as që e din këta se ç'ka është Kur'ani. Elhamdulillah, baba, që na ke mësuar Kur'anin, përmendsh, unë po zgjohem me Kur'anin dhe po flej me Kur'anin, dhe kjo më mban në lidhje me qiellin dhe më lart se aqo, baba. E përsëris çdo ditë. Madje kam nisur edhe ta shkruaj në ca letra, që mos vallë po e harroj, e më mbetet diçka pa shkruar. Të them të drejtën, një herë kam kompletuar shkrimin e Kur'anit nga mendja, dhe tani kam nisur së dyti. Një ditë, duke u falur në natyrë, një djalosh më bezdiste, më gjuante me papastërti mbi kokë dhe më ofendonte rënd. E di, baba, që duash të më thuash se edhe Muhamedit a.s. i kam bërë kështu. Dhe është e vërtet, po unë e durova një javë, 2, 3, dhe nuk mundesha më shumë, kështu që i braktisa ata dhe i ka fshehur azin në qytet tjetër. Atje më zuri një xhandar dhe më nxorën para një kadiu, ose para një gjykatësi, si i thonin ata. Ai tentoi të fliste me mua, por unë nuk e njihja gjuhën e tyre. Nuk më dhanë mundësi, baba, të mësoj asgjë, se ti e di, unë do ta mësoja me njëherë. Fillova të flas me kadiun, duke thënë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammed. Dhe ai më ndaloi më njëherë dhe më tha, ti je musliman? I thash po. Atëherë më solli një përkthyes që dinte njërën nga gjuhët e krajinave tona. Ja bëra me dhija atij se kjo është vetëm një nga shumë gjuhët që unë i flisja, madje edhe arabishtën. Kur përkthyesi i tregoi gjykatësit se po flisja gjuhët shumë rrjedhshëm dhe po më dallonte edukatën të cilën ma ke dhënë ti, baba, gjykatësi u hapit dhe vendosi të më jap pak më shumë të drejta. Ai më dha një letër dhe një laps dhe më tha, shkruaj një letër familjes tënde. E unë ja tani po ta shkruaj, baba i dashur, e inshallah kjo letër arrin në duart tua në Senegal. Baba, ti e di se nuk jemi edukuar që të ngushtojmë apo të shqetësojmë, por nëse ke mundësi dhe hapësirë të ndikosh dhe të mos shlirosh nga ky skllavëri, bëje të lutem. Kjo letër ra në duart të James Oglethorpe, drejtori i kompanisë Royal Africa, e cila kompani postonte këto letra për në Afrikë. Me që ai nuk e kuptoi letrën time, e dërgoi te katedra e gjuhëve pranë Universitetit të Oxfordit, për ta përkthyer dhe për ta kuptuar përmbajtjen. Kur mori përkthimin, u emocionua shumë dhe vendosi të ndihmonte këtë sklav të mençur. Tani janë bërë 18 muaj që nga kur u largova nga vendi im i dashur. Tani më detyrojnë që të lë Amerikën për në Angli, nën përcjelljen e priftit Thomas Blewett, i cili më fliste vetëm në anglisht. Për një kohë shumë të shkurtër, ja dola, baba, ja dola të mësoj anglishtën. Nga këtë çast fillova të lexoj gjithë nga kultura e tyre çka më binte në dorë. Ata u habiteshin kur shihnin një sklav që po lexon dhe shkruan, dhe atë në më shumë gjuhë. Unë fillova dhe të përkthej nga arabishtja. Kështu u bora i njohur tek ata dhe tek aristokratët britanesë. Hans Sloane, themeluesi i Muzeut të parë britanik, kërkonte shumë ndihmën time për përkthime dhe për grumbullim të shumë dorëshkrimeve arabe. Përmes meje, ai pasuronte muzeun e tij. Ndërkohë, e shënova edhe njëherë Kur'anin për herë të tretë me dorën time dhe ja lash atij një ekzemplar në këtë muze.
Ai e vendosi në muze që inshallah do ta lexojnë gjeneratët e ardhshme. Themeluesi i muzeut filloi të moftonte më shumë në evenimente të ndryshme dhe më njohu me shumë figura të shquara britanike. Gjuha ime angleze tashmë ishte shumë e rrjedhshme dhe mundohem t'ju sjell atyre argumente islame dhe monoteizmin islam, pa e kundërshtuar fenë e tyre. Një ditë më ftoi mbreti George II dhe princesha Caroline. Kur dëgjuan prej ardhjen time, recitimin e Kuranit, mënyrën e të menduarit dhe pjekurinë intelektuale që ti baba na ke mësuar, kur pan namazin tim dhe Kuranin tim dhe që kisha shkruar Kuranin nga kujtesa dhe dëgjuan për jetimet e mia se si një feudal bëhet sklav, aq shumë u impresionuan sa mi ofruan të gjitha rrugët që unë dëshiroja. Princesha madje më dhuroi edhe një orë ari. E falemnderova ashtu sikur është zakon në kulturën tonë dhe i thash se dëshiroja të kthehem te ti baba, te fëmijët e mi dhe te vendi im. Alhamdulillah, alhamdulillah. Më 8 gusht të vitit 1734 më dhan leje të kthehesha në shtëpi. Zoti madh, plot 3 vite sklavëri. A thua vallë, do të gjej ende baba. A thua vallë, kanë pritur 2 gratë mia. A thua vallë, ka ndodhur diçka në vendin tim, e si I kam fëmijët, dhe shumë pyetje të tjera të cilat më preokuponin kryen time, përderisa ania lundronte për me u kthy në Senegal. Kur arrita në Maskat, në Senegal, çfarë të shoh? Senegali ishte hyrë në luftë civile, gjithçka ishte djegur dhe ishte bën shkrëmb Baba im kishte vdekur dhe njëra nga 2 gratë e mia kishte dalë nga shtëpia dhe ishte martuar diku tjetër, duke menduar se kur ma nuk do të kthehem pasi që u zhduka pa gjurmë. Në shtëpi kishte mbetur gruaja tjetër dhe 4 fëmijë. Një gëzim I madh kaploi shtëpinë time dhe gjithë qytetin tim. Të gjithë ju gëzuan pa mas kthimit tim, duke e shndruar këtë ditë në ditë lirie nga sklavëria. Askush tjetër nuk e kishte përjetuar, askush nuk kishte shpëtuar nga sklavëria në Amerikë e që të kthehet në Afrikë, përveç Ajubos. Ajubo filloi një jetë të re pranë xhirit të ngrohtë familjar. Ai po shijonte çastet me fëmijët e tij, me familjen e tij dhe gjithë qytetin, duke rikujtuar ato 3 vite zije, 3 vite dhunë, 3 vite terri dhe gjithë çka I përjetoi. Por, me gjithë këtë paqe të re, ati I mungonte diçka thelbësore. Lamin Juvas. Ajubo nuk mund të flinte I qetë, sepse Lamin, përkthyesi I tij besnik, ishte ende rob, edhe pse Lamin nuk ishte bërë asgjë të keqe, edhe ai ishte rrëmbyer. Ajubo insistoi përmes kontakteve të tij që të sillte në Afrikë edhe bashkëpunëtorin e tij, Lamin Juvas, të cilin e bleu një antar I familjes mbretërore angleze dhe e liroi për të kthyer në Afrikë për hir të Ajubos. Ai u kthye në vitin 1738, ndërsa Ajubo ju gëzua kthimit të tij pa mas. Të dy filluan të shkëmbejnë për përjetimet e kaluara. Dhe kështu kaluan vite dhe vite. Ajubo vdiq në vendlindjen e tij në vitin 1773 në moshën 72 vjeçare. Kur e pyesnin cila fuqi të ktheu sërish në vendin tënd, ai përgjigjej: Allahu, namazi dhe Kurani. Mi përcjellni selamet të gjithëve në Bundo dhe ju lutem mbani mend, zemra ime është me ju, edhe pse trupi im është rob. Ishte fjala e fundit në letrën e tij drejtuar babait. Më pas shënoi në arabisht: Wasbir wa ma sabruka illa billah. Duro. Durimi yt nuk është vetëm me ndihmën e Allahut. Me durim dhe dashuri të pafund. Ajubo Sulejman Diallo.